Biznesmeni i pasur u kthye në shtëpi i lodhur pas një dite të gjatë pune. Mendja e tij ishte ende e mbushur me kontrata, takime dhe përgjegjësi, por sapo hapi derën e sallonit, ai ndaloi pa pritur. Para syve të tij u shfaq një skenë që nuk kishte asnjë kuptim për të. Në qilimin e madh të dhomës së ndenjes, dy fëmijë po kërcenin të lumtur, duke qeshur dhe duke u rrotulluar sikur të ishin miq prej vitesh. Në divan, një grua e veshur me uniformën e saj të thjeshtë po luante kitar me një melodi të butë dhe të ngrohtë. Në fund të dhomës, shoferi i tij besnik qëndronte i qetë, duke vëzhguar gjithçka pa u habitur. Ai mbeti i ngrirë, duke u përpjekur të kuptonte çfarë po ndodhte në shtëpinë e tij. Në mëngjes kishte dalë duke lënë gjithçka në heshtje absolute, dhe tani po kthehej në një shtëpi plot jetë, muzikë dhe gëzim. Çanta e tij e lëkurës i rrëshiti nga dora dhe ra në dy sheme me një zhurmë të thatë, që bëri të gjithë të kthenin kokën nga ai. Vajza e tij e vogël, me flokë të artë dhe fustan të bardhë, ndaloi së kërcyri dhe vrapoi drejt tij me një buzëqeshje të madhe. Babi, u ktheve, bërtiti ajo, duke u hedhur në krahët e tij. Ai u ul instinktivisht për ta përqafuar, duke ndier peshën e vogël dhe ngrohtësinë e saj. Ndërkohë, djali tjetër mbeti në mes të dhomës, i palvizur, me duart e kryqëzuara dhe sytë e mbushur me frikë. Gruaja me kitar u ngrit menjëherë, fytyra e saj u skuq dhe duart i dridheshin teksa përpiqej të rregullonte uniformën. Ajo filloi të fliste me zë të ulët, duke kërkuar falje, por biznesmeni ngriti dorën për ta ndalur. Ai nuk donte justifikime, donte vetëm të kuptonte. Vajza i përshpëriti në vesh, babi, ai është shoku im. Erdhi të luante me mua sepse unë jam shpesh vetëm. Këto fjalë e goditën fort. Ai e dinte që vajza e tij kalonte shumicën e kohës vetëm në atë shtëpi të madhe, e rrethuar nga punonjës, ndërsa ai punonte pa pushim për të mbajtur perandorinë e tij financiare. Nëna e vajzës ishte larguar vite më parë, duke lënë pas vetëm një letër të ftohtë dhe një fëmijë të vogël që ai po përpiqej ta arrisë vetëm. Ai e shikoi djalin më me vëmendje. Ishte pothuajse në të njëjtën moshë me vajzën e tij, i veshur thjesht, por i pastër. Kontrasti mes tyre ishte i madh, por pak më parë ata kishin kërcyer së bashku, pa u shqetësuar për dallimet. Gruaja u afrua me zë që i dridhej dhe shpjegoi se djali ishte i biri i saj. Ajo nuk kishte pasur ku ta linte atë ditë dhe kishte frikë se do ta humbiste punën. Ndërsa ajo fliste, lotët i mbushën sytë. Biznesmeni e kuptoi se ajo po priste të dëbohej në çdo moment. Shoferi i tij ndërhyri me qetësi, duke e mbrojtur gruan dhe duke thënë se ajo ishte një punonjëse e ndershme. Por mendja e biznesmenit ishte diku tjetër. Ai po kuptonte se për më shumë se një vit nuk kishte pyetur kurrë për jetën e saj, për familjen e saj, për vështirësitë që mund të kishte. Vajza e tij e kapi dorën e djalit dhe tha me vendosmëri, ai nuk mund të ikë. Është shoku im më i mirë. Në atë moment, ai pa diçka që nuk e kishte parë prej kohësh, gëzim të pastër në fytyrën e vajzës së tij. Jo gëzimin që sillnin lodrat e shtrenjta apo restorantet luksoze, por lumturinë e thjeshtë të shoqërisë. Ai mori frymë thellë dhe filloi të bëjë pyetje. Pyeti për jetën e gruas, për të kaluarën e saj, për babain e fëmijës. Kur dëgjoi se ajo po e rrite djalin e vetme, ndiu një dhimbje të njohur në kraharor. Ai e dinte shumë mirë çfarë do të thoshte kjo. Për herë të parë, ai vendosi të vepronte ndryshe. I rriti pagën, duke e lënë gruan pa fjalë. Pastaj i lejoi fëmijët të luanin bashkë në kopsht. Vajza e tij shpërtheu nga gëzimi dhe e tërhoqi djalin nga dora drejt derës. Në sallon mbeti heshtje. Gruaja qante pa pushim, jo nga frika, por nga lehtësimi. Ai i tha se nuk kishte pse të kishte frikë dhe se ajo ishte një nga njerëzit më të vlefshëm në atë shtëpi. Më pas mori një vendim tjetër, ndoshta impulsiv, por i drejtë. I ofroi asaj dhe djalit të jetonin në shtëpinë e vogël në fund të pronës, pa qira. Kur ajo e dëgjoi, mbeti pa frymë. Lotët e saj tani ishin lot mirënjohjeje. Ditët që pasuan sollën ndryshime të mëdha. Shtëpia u rinovua, u mbush me mobilje të reja dhe jetë të re. Vajza e tij nuk ishte më vetëm. Shtëpia e madhe nuk ishte më e ftohtë. Dhe biznesmeni kuptoi se, përkundër gjithë pasurisë së tij, gjëja më e vlefshme që kishte gjetur ishte njerëzillëku. Ata u shpërngulën vetëm me disa valixhe të vogla dhe disa kuti kartoni. Gjithçka që zotëronin dukej modeste, pothuajse e padukshme për dikë që jetonte mes luksit dhe bollkut.
Burri I pasur qëndroi për një kohë të gjatë duke I vëzhguar, duke parë sa pak gjëra kishin dhe megjithatë gruaja buzëqeshte dhe falenderonte për çdo ndihmë, për çdo gjest të vogël. Kjo pamje e bëri atë të reflektonte thellë mbi privatësinë, pabarazinë dhe mbi fluskën në të cilën kishte jetuar për vite me radhë, pa e kuptuar vuajtjen e njerëzve rreth tij. Vajza e tij ishte euforike me ndryshimin. Ajo e kaloi gjithë ditën duke ndihmuar djalin të shpaketonte gjërat dhe duke I treguar çdo cep të pronës, sikur po I prezantonte një botë të re. Burri vuri re se vajza e tij po bëhej më komunikative, më e gjallë, më e pranishme. Ajo qeshte më shpesh, fliste më shumë dhe dukej vërtet e lumtur. Ai e kuptoi se kjo vlente më shumë se çdo shumë parash që kishte shpenzuar ndonjëherë. Gruaja filloi të vinte më herët në punë dhe të largohej më vonë, sepse tani jetonte aty dhe nuk kishte më nevojë të merrte autobus të shumë çdo ditë. Ai vuri re se ajo këndonte ndërsa punonte, se buzëqeshte më shpesh dhe se kishte një lehtësi që më parë nuk ekzistonte. Pa e kuptuar pse, ai filloi t'i kushtonte më shumë vëmendje, thjesht sepse I pëlqente ta shihte të lumtur. Një mbrëmje, ndërsa punonte deri vonë në zyrë, dëgjoi zhurmë nga kuzhina dhe zbriti për të parë çfarë po ndodhte. Aty gjeti gruan duke përgatitur një tortë, me 2 fëmijët pranë saj, duart plot miell dhe çokoladë, duke qeshur ndërsa ajo u shpjegonte si të përzienin përbërësit. Ai qëndroi në derë duke vëzhguar atë skenë të thjeshtë, por të bukur dhe ndiu një piçkim zilje. Ai nuk e kishte përjetuar kur një familje të vërtetë, një shtëpi plot të qeshura dhe ngrohtësi njerëzore, vetëm heshtje dhe vetmi të maskuara si sukses. Vajza e ftoi të bashkohej. Ai hezitoi, sepse nuk kishte bërë kur një tortë në jetën e tij. Por gruaja e ftoi me ngrohtësi. Ai hoqi xhaketën e shtrenjtë, përveshi mëngët dhe futi duart në brumë, ndërsa djali I vogël I tregonte si të thyente vezët. Vajza qeshte sa herë që ai gabonte. Gruaja qëndronte pranë tij duke e udhëzuar me butësi dhe kur gishtat e tyre u prekën, një ndjesi e papritur kaloi mes tyre. Ata u pan për një çast më gjatë se ç'duhej, përpara se ajo të kthente shikimin e skuqur. Torta doli e shtrembër dhe pak e djegur anash, por ata e hëngrën gjithsesi, të ulur rreth tryezës së kuzhinës, duke qeshur dhe biseduar. Ai nuk mbante mend herën e fundit që ishte ndier kaq I lehtë, kaq I pranishëm, kaq I gjallë. Kur ajo e shikoi përsëri me sytë e saj të gjelbër plot mirënjohje dhe diçka më shumë, ai e kuptoi se diçka kishte ndryshuar mes tyre. Më pas, darkat familjare u bën rutinë. Ai filloi të largohej më herët nga puna për të qenë në shtëpi në kohën e darkës. Zbuloi se gruaja ishte një kuzhiniere e shkëlqyer, se dinte të tregonte histori argëtuese dhe se kishte mendime të forta për jetën dhe edukimin. Ai e gjeti veten duke e pritur me padurim atë moment të ditës. Djali u bë më I hapur dhe filloi ta thërriste xhaxha, pa I kërkuar askush. Kjo e preku thellë. Ai po lidhej me atë fëmijë po aq sa me vajzën e tij dhe po fillonte t'i shihte si një familje të vërtetë. Një të diel, ai I çoi të gjithë në park. Ata morën bicikleta, blen kokoshka dhe akullore dhe ai I vëzhgonte fëmijët duke luajtur. Gruaja u ul pranë tij dhe ata folën për jetën, për ëndrat dhe frikërat. Ai I tregoi për martesën e dështuar dhe vetminë e tij. Ajo e dëgjoi pa gjykim, me një mirëkuptim të butë. Kur ajo vendosi dorën mbi të tijën, ai e kuptoi se po dashurohej. Frika e pushtoi, por ndjenja ishte më e fortë. Ata folën hapur, me sinqeritet. Net më vonë, pasi fëmijët flinin, ata u ulën në verandë me nga një gotë verë. Në dritën e butë, ai I tha se ajo kishte ndryshuar jetën e tij. Ajo I rrëfeu frikën e gjykimit dhe dallimeve, por ai I tha se nuk I interesonte çfarë mendonin të tjerët. Kur u puthën, ishte një puthje e qetë, e vërtetë, plot ndjenjë. Ai e dinte se kishte gjetur atë që kishte kërkuar gjithë jetën pa e ditur. Kur ua treguan fëmijëve, vajza u gëzua pa mas. Djali e përqafoi fort dhe e falenderoi që po kujdesej për nënën e tij. Shtëpia tani ishte plot jetë, dashuri dhe zëra. Muajt kaluan dhe lidhja e tyre u forcua. Ai e prezantoi me miq dhe familjen. Kishte paragjykime, por ai nuk u tërhoq. Fëmijët u bën të pandashëm dhe vajza e tij lulëzoi sikur më parë. Një mbrëmje, ai e çoi në një restorant elegant. Ai I mori dorën dhe I tha se donte të kalonte jetën me të. Nxori një unas të bukur dhe I kërkoi të martohej me të. Ajo qau dhe pranoi, me zërin që I dridhej nga lumturia. Në atë moment, ai e kuptoi se pasuria më e madhe që kishte fituar nuk ishte financiare, por dashuria, familja dhe një jetë e jetuar me kuptim.
Ata u shpërngulën vetëm me disa valigje të vogla dhe disa kuti kartoni. Gjithçka që zotëronin dukej modeste, pothuajse e padukshme për dikë që jetonte mes luksit dhe bollëkut. Burri i pasur qëndroi për një kohë të gjatë duke i vëzhguar, duke parë sa pak gjëra kishin dhe megjithatë gruaja buzëqeshte dhe falenderonte për çdo ndihmë, për çdo gjest të vogël. Kjo pamje e bëri atë të reflektonte thellë mbi privatësinë, pabarazinë dhe mbi fluskën në të cilën kishte jetuar për vite me radhë, pa e kuptuar vuajtjen e njerëzve rreth tij. Vajza e tij ishte euforike me ndryshimin. Ajo e kaloi gjithë ditën duke ndihmuar djalin të shpaketonte gjërat dhe duke i treguar çdo cep të pronës, sikur po i prezantonte një botë të re. Burri vuri re se vajza e tij po bëhej më komunikative, më e gjallë, më e pranishme. Ajo qeshte më shpesh, fliste më shumë dhe dukej vërtet e lumtur. Ai e kuptoi se kjo vlente më shumë se çdo shumë parash që kishte shpenzuar ndonjëherë. Gruaja filloi të vinte më herët në punë dhe të largohej më vonë, sepse tani jetonte aty dhe nuk kishte më nevojë të merrte autobus të shumë çdo ditë. Ai vuri re se ajo këndonte ndërsa punonte, se buzëqeshte më shpesh dhe se kishte një lehtësi që më parë nuk ekzistonte. Pa e kuptuar pse, ai filloi t'i kushtonte më shumë vëmendje, thjesht sepse i pëlqente ta shihte të lumtur. Një mbrëmje, ndërsa punonte deri vonë në zyrë, dëgjoi zhurmë nga kuzhina dhe zbriti për të parë çfarë po ndodhte. Aty gjeti gruan duke përgatitur një tortë, me 2 fëmijët pranë saj, duart plot miell dhe çokoladë, duke qeshur ndërsa ajo u shpjegonte si të përzienin përbërësit. Ai qëndroi në derë duke vëzhguar atë skenë të thjeshtë, por të bukur dhe ndiu një piçkim zilje. Ai nuk e kishte përjetuar kurrë një familje të vërtetë, një shtëpi plot të qeshura dhe ngrohtësi njerëzore, vetëm heshtje dhe vetmi të maskuara si sukses. Vajza e ftoi të bashkohej. Ai hezitoi, sepse nuk kishte bërë kurrë një tortë në jetën e tij. Por gruaja e ftoi me ngrohtësi. Ai hoqi xhaketën e shtrenjtë, përveshi mëngët dhe futi duart në brumë, ndërsa djali i vogël i tregonte si të thyente vezët. Vajza qeshte sa herë që ai gabonte. Gruaja qëndronte pranë tij duke e udhëzuar me butësi dhe kur gishtat e tyre u prekën, një ndjesi e papritur kaloi mes tyre. Ata u panë për një çast më gjatë se ç'duhej, përpara se ajo të kthente shikimin e skuqur. Torta doli e shtrembër dhe pak e djegur anash, por ata e hëngrën gjithsesi, të ulur rreth tryezës së kuzhinës, duke qeshur dhe biseduar. Ai nuk mbante mend herën e fundit që ishte ndjer kaq i lehtë, kaq i pranishëm, kaq i gjallë. Kur ajo e shikoi përsëri me sytë e saj të gjelbër plot mirënjohje dhe diçka më shumë, ai e kuptoi se diçka kishte ndryshuar mes tyre. Më pas, darkat familjare u bën rutinë. Ai filloi të largohej më herët nga puna për të qenë në shtëpi në kohën e darkës. Zbuloi se gruaja ishte një kuzhiniere e shkëlqyer, se dinte të tregonte histori argëtuese dhe se kishte mendime të forta për jetën dhe edukimin. Ai e gjeti veten duke e pritur me padurim atë moment të ditës. Djali u bë më i hapur dhe filloi ta thërriste xhaxha, pa i kërkuar askush. Kjo e preku thellë. Ai po lidhej me atë fëmijë po aq sa me vajzën e tij dhe po fillonte t'i shihte si një familje të vërtetë. Një të diel, ai i çoi të gjithë në park. Ata morën bicikleta, blen kokoshka dhe akullore dhe ai i vëzhgonte fëmijët duke luajtur. Gruaja u ul pranë tij dhe ata folën për jetën, për ëndrat dhe frikërat. Ai i tregoi për martesën e dështuar dhe vetminë e tij. Ajo e dëgjoi pa gjykim, me një mirëkuptim të butë. Kur ajo vendosi dorën mbi të tijën, ai e kuptoi se po dashurohej. Frika e pushtoi, por ndjenja ishte më e fortë. Ata folën hapur, me sinqeritet. Net më vonë, pasi fëmijët flinin, ata u ulën në verandë me nga një gotë verë. Në dritën e butë, ai i tha se ajo kishte ndryshuar jetën e tij. Ajo i rrëfeu frikën e gjykimit dhe dallimeve, por ai i tha se nuk i interesonte çfarë mendonin të tjerët. Kur u puthën, ishte një puthje e qetë, e vërtet, plot ndjenjë. Ai e dinte se kishte gjetur atë që kishte kërkuar gjithë jetën pa e ditur. Kur ua treguan fëmijëve, vajza u gëzua pa mas. Djali e përqafoi fort dhe e falenderoi që po kujdesej për nënën e tij. Shtëpia tani ishte plot jetë, dashuri dhe zëra. Muajt kaluan dhe lidhja e tyre u forcua. Ai e prezantoi me miq dhe familjen. Kishte paragjykime, por ai nuk u tërhoq. Fëmijët u bën të pandashëm dhe vajza e tij lulëzoi sikur më parë. Një mbrëmje, ai e çoi në një restorant elegant. Ai i mori dorën dhe i tha se donte të kalonte jetën me të. Nxori një unaz të bukur dhe i kërkoi të martohej me të.
Ajo qau dhe pranoi, me zërin që i dridhej nga lumturia. Në atë moment, ai e kuptoi se pasuria më e madhe që kishte fituar nuk ishte financiare, por dashuria, familja dhe një jetë e jetuar me kuptim. Duartrokitjet shpërthyen rreth tyre, por ata as që i vunë re. Ishin të humbur në sytë e njëri tjetrit, sikur bota përreth të kishte pushuar së ekzistuari. Dasma ishte e thjeshtë dhe e bukur, e mbajtur në kopshtin e shtëpisë, mes pemëve dhe dritës së ngrohtë të pasdites. Ishin të pranishëm vetëm miqt më të afërt dhe familjarët, njerëzit që kishin qenë dëshmitar të rrugëtimit të tyre. Vajza e vogël ishte damë nderi, me një fustan të çelët dhe një buzëqeshje që ndriçonte gjithçka. Djali ishte pajem, krenar dhe i emocionuar, duke ecur seriozisht pranë saj. Të dy rezatonin lumturi të pastër. Kur burri pa gruan duke ecur drejt tij me një fustan të bardhë, të thjeshtë dhe elegant, zemra i u mbush me emocion. Ai e dinte se po martohej me dashurinë e jetës së tij, me gruan që kishte ndryshuar gjithçka dhe i kishte dhënë kuptim jetës së tij. Kur erdhi momenti i betimeve, ajo ja shtrëngoi duart dhe foli me zërin që i dridhej nga emocionet. Ajo tregoi se si kishte hyrë në atë shtëpi e dëshpëruar, pa shpresa, duke menduar vetëm për mbijetesë. Lotët i rëshitën në faqe, por buzëqeshja nuk ju largua kurrë. Kur erdhi radha e tij, ai u ndal për një çast për të fshirë lotët dhe më pas foli nga zemra. I tha se ajo e kishte mësuar të ishte i pranishëm, të donte, të jetonte vërtet. Si burrë dhe grua, ai ndjeu për herë të parë në jetë se ishte i plodh. Jeta pas martesës ishte edhe më e bukur nga sa kishte imagjinuar. Të gjithë u shpërngulën në shtëpinë kryesore dhe shtëpia e vogël në fund të pronës u kthye në një hapësirë lojërash për fëmijët. Ajo nuk punoi më si shërbyese dhe filloi studimet për administrim, sepse gjithmonë kishte ëndërruar për një karrierë. Ai e mbështeti në çdo hap, duke e inkurajuar të ndiqte çdo ëndër të saj. Pas disa muajsh, djali filloi ta thërriste baba. Më vonë, ai e adoptoi zyrtarisht dhe ajo ditë u bë një nga më emocionueset e jetës së tij. Tani kishte 2 fëmijë të vërtet dhe një familje të plodhë. Ai kuptoi se dashuria nuk kishte lidhje me gjakun, por me zgjedhjen, kujdesin dhe praninë. Fëmijët ishin më të lumtur se kurrë. Ata e donin njëri tjetrin si vëllezër të vërtet, dhe kjo e mbushte zemrën e tij me mirënjohje. Një pasdite, ndërsa të gjithë luanin në kopsht, ai i vëzhgonte nga larg. Gruaja ju afrua, i vendosi dorën në bel dhe mbështeti kokën në supin e tij. I tha se ai duke i lumtur. Ai i afroi më shumë dhe u përgjigj se ishte më shumë se i lumtur, ishte i plodh. Ajo i tha se gjithçka kishte ndodhur sepse ai kishte pasur guximin të hapte zemrën. Ai e kuptoi se ajo kishte të drejtë. Në atë ditë të largët, kur kishte parë 2 fëmijë duke kërcyer së bashku, ai kishte bërë një zgjedhje. Një zgjedhje për të qenë ndryshe, për të qenë më i mirë. Dhe ajo zgjedhje kishte ndryshuar gjithçka. Vitet kaluan. Një mëngjes, ai u zgjua me gruan pranë, drita e diellit ndriçonte fytyrën e saj dhe ai mendoi se si gjithçka kishte filluar. Fëmijët tani ishin 10 vjeç, pothuajse si binjar. Studionin bashk, luanin bashk, grindeshin dhe pajtoheshin si vëllezër të vërtetë. Ai ishte krenar që u kishte dhënë diçka që parat nuk mund ta blinin kurrë, një familje të vërtetë. Ajo u diplomua dhe filloi të punonte në kompaninë e tij, në sektorin e burimeve njerëzore. Ajo solli ndryshime të mëdha, rritje pagash për punonisit me të ardhurat të ulta, bursa studimi për fëmijët e tyre, ndihmë për çerdhe dhe ushqim dinjitos. Ai pa ndikimin real të këtyre vendimeve dhe e kuptoi sa shumë kishte për të mësuar ende. Një ditë, ajo i tregoi se ishte shtatzën. Për një çast ai mbeti pa frym nga lumturia. E përqafoi fort dhe qau nga gëzimi. Fëmijët u gëzuan pa mas dhe filluan të flisnin me barkun e saj, duke i premtuar se do të kujdeseshin për foshnjën. Muajt kaluan shpejt. Kur erdhi momenti i lindjes, ai ishte pranë saj gjatë gjithë kohës. Orët ishin të gjata dhe të vështira, por ajo tregoi një forcë të jashtëzakonshme. Kur dëgjoi të qarat e foshnjës, ai ndjeu një dashuri të papërshkrueshme. Ishte një djalë i shëndetshëm dhe i bukur. Ata vendosën ta quajnë Mikel. Kur fëmijët e panë për herë të parë, sytë e tyre u mbushën me admirim. Ata premtuan se do të kujdeseshin për të së bashku, dhe ai, duke i parë të gjithë aty, e kuptoi se ishte njeriu më i pasur në botë. Sepse pasuria e vërtet nuk ishte ajo që kishte fituar me punë, por familja që kishte ndërtuar me dashuri.